Varet në mes të Kandaharit vrasësi i vëllait nga babai i presidentit të Afganistanit Hamid Karzai. Trupi i shefit të truprojave të Ahmed Vali Karzai qëndroi ekspozuar i varur për 20 minuta në murin e një ndërtese të qytetit përpara se të largohej prej andej. Një grup njerëzish e varën në shesh trupin e Sardar Mohamed që të mund të shihej nga publiku. Vëllai i presidentit u vra ditën e martë nga Mohamed me të cilin kishte punuar për 7 vjet. Presidenti Hamid Karzai, lider të fiseve afgane dhe zyrtar të qeverisë, morën pjesë në një ceremoni lutjesh në Kandahar përpara se të kryej funerali. Karzai ndodhej në mes të njerëzve i rrethuar nga forca të shumta sigurie. E ndërsa zhvillohej funerali, një sulm kamikaz ndodhi në një xhami, ku mbetën të vrarë 4 persona. Vrasja e vëllait nga babai të presidentit afgan u mor përsipër nga talebanët, por detajet të tjera të tij nuk bëhen të ditura. Zëdhënësi taleban Zabiullah Mujahid u shpreh në një deklaratë se vrasja e Vali Karzait erdhi për shkak të lidhjeve me forcat amerikane, britanike dhe kanadeze, dhe sepse ai ishte bashkëpunëtor i CIA-s.